E hafaz këto online që luajnë se online tashmë kur kush më nuk shkon në kazino në përsen. Këti kanë kazino ruleti shejtani ka orë në telefon shte. Domethënë edhe aparata di limon na kujt diçka protokolla se në online. Nuk ka po telefoni këtë edhe kjo është bizot apo jo? Kjo i bën sikur se mi modernizu veprat e këqija, i kanë modernizu. Kështu tash mentaliteti është bo priton edhe me shkun veprën e don me bo veprën e keqe, ama priton diçka ma lehtë, ma të shpejt, ma sigurt ta bëj veprën e keqe. S'ka dyshim, nuk ka dyshim që është vepër e ndalume dhe vepër e shejtanit, për të cilën gjithashtu hyn në pjesën e bigjozit. Gjithashtu hyn në pjesën e bigjozit. Online haram. Online haram. Ti tu dhon diçka, për çka i tu dhon? As bilet i kishe marrë ato limona, ato rrushe. Ti do të shkon pazar blej, kanë kile rrushe, limane knaçe. 100 veta luajnë aty, 1-2 ndoshta fitojnë, 100 mashtrohen. Për çatë kjo dunja është mashtruese. Jo vetëm bigjozi, po gjithçka çka ka në ta, domethënë knaçitë e kësaj dunjas janë mashtruese për njeriu. Shejtani kur nuk ju bind urdhrit Allahut, që miras sejdë Ademit. Allahu e largon nga mëshira e tij. Dhe kur e largon nga mëshira e tij, shejtani kërkon që ta afatizon, siç ka në disa ajete, me bo, domethënë me tu deri në fund, deri kur shkatërrohet dunia. Mos vdesje. Me afatizëm. Për çka? E tregon shejtani edhe qëllimin për çka e lyp këtë krijesë, që mi deviju robërit e to. Me çka mi deviju? Me duke u zbukuru kënaqësitë e kësaj dunja, veprat e këqija duke u zbukuru. Punën kryesore çatë ka shejtani. E veprat e këqija ti zbukuron, ti mundson ti bën shumë të lehta. Harami për çati ka dy cilësi mashtruese. E para është shumë tërheqse është harami. Për dikan zinaja, për dikan alkooli, për dikan bigjoz është tërheq. Edhe e dyta çka është shumë e lehtë me bë. S'ka më lehtë. Biça a mashtrohesh tani se normal një besimtar nuk don. Andaj shejtani kërkon që me këto veprat e këqija me u zbukuru. Mirë pa Allahu pa dyshim në një ajet i thot përveç robërve të mi të sinqert. Andaj ai që e shërben këtë din me sinqeritet vetëm për hir të Allahut madhërisht. Allahu e ruan nga kënaqësitë e kësaj, domethënë kënaqësitë e rrënjshme të kësaj dunjas. Lutim Allahun e madh që na ban të vetëdijshëm gjithë neve dhe rinin ton. Na ban sy hapur dhe mos të mashtrohemi nga këto veprat e këqija, qofshin të modernizume, qofshin kibrita, çka janë ato.